Dhuna në të gjitha format e saj po shënon në rritje shqetësuese, duke e bërë që qendra për të drejtat e grave etika në Gostivar të mbledh edhe njëherë institucionet relevante për të diskutuar qasjet ndaj këtij fenomeni dhe mënyrat më të mira për parandalim. Azbisha Qiri nga Qendra për Punë dhe Politikë Sociale në Gostivar deklaroi se është alarmuese që vetëm brenda 2 javëve në Gostivar janë regjistruar 3 raste të përdhunimit të miturave, çka sipas tij flet më shumë për një dështim familjar se sa institucional. Ai theksoi nevojën që prindit të kalojnë më shumë kohë me fëmijët, duke u fokusuar në edukim dhe jo vetëm në plotësim të dëshirave të tyre. Vetëm paramendoni në Gostivar, 2 javët e fundit, Nermin, kemi 3 raste të përdhunimit të vajzave, të fëmijëve të mitur ndër moshën 15 vjeçare. Rasti më eklatant, vllai përdhunon motrën. Dëgjojmë shumë herë kritika ndaj institucioneve, nuk e kryejnë punën e vet, nuk punojnë si duhet bërë më shumë dhe krejt që nuk është plotësisht e vërtet. Në shoqërinë tonë, për fat të keq duhet ta themi hapur të gjithë se ka filluar të dështon institucioni më i rëndësishëm, institucioni që mban emrin familje. Ne të gjithë e dimi se jetat dinamike e jona në këto ditë vështira, sa na ka pamundsuar që të jemi pranë fëmijëve tanë dhe sa na ka pamundsuar që ative përpos që të ardhurat materiale t'ju afalim atë që e kanë më të rëndësishme, që është dashurim për ta. Nëse i përashtrojmë një pyetje vetvetes, jo vetëm ne që jemi këtu, por edhe ata që do na ndjekin nëpërmjet mediumeve, sa kohë ne të gjithë kushtojmë për fëmijët tanë, për t'i edukuar, për t'ju treguar se sa të rëndësishët janë për ne dhe për t'u treguar se ç'do të thonë ngrohtësia dhe dashuria familjare. Ndërkaq Blerita Mazllami, duke folur nga përvoja me gratë viktima të dhunës të strehuara në strehimore, tha se dhuna ndaj grave nuk shkatron vetëm sigurinë fizike, por edhe identitetin dhe shpresën e tyre, ndërsa shoqëria shpesh e zhvendos fajin te viktimat në vend të dhunuesve. Ai theksoi se lufta kundër dhunës kërkon jo vetëm ligje, por edhe zbatim të tyre dhe mbështetje të plotë të qasshme dhe në kohë për çdo të mbijetuar. Çdo ditë jam pranë viktimave dhe të mbijetuarve, e njoh çmimin e vërtet të dhunës, do me thënë ajo merr më shumë se sigurinë fizike, rënon identitetin, shkatron shpresën, sulmon thelbin e personalitetit. Për një moment imagjinoni një grua ose familjare, ose një antar familje, kolege apo shoqe, e cila gjatë gjithë jetës i është thënë: bëhu e mirë, bëhu vajzë e mirë, bëhu grua e mirë, partnere e mirë, nënë e mirë, dhe asgjë e keqe nuk do të ndodhë. Por më pas fillon dhuna. Kur më në fund mbledh guximin të largohet, duke sfiduar kërcënimet ndaj jetës së saj dhe jetës së fëmijëve të saj, ajo tashmë është një viktimë, një e mbijetuar, mund të themi. Dhe çka dëgjon ajo atëherë nga shoqëria? Pse nuk u largove më herët? Pse nuk fole për këtë? Pse nuk shkove në polici? Kur ish partneri përpiqet ta nëndëshkoj, ta hesht edhe më tej, ta njollos emrin e saj në rrjete sociale, thjesht duke i publikuar fotografi të ndryshme eksplicite. Turpi nuk drejtohet ndaj saj, ndaj tij, por ndaj saj, realisht. Nga Ministria e Punëve të Brendshme, Nermine Izairi theksoi se ndryshimet e fundit ligjore kanë forcuar ndjeshëm ndjekjen penale të rasteve të dhunës, duke e bërë të pamundur tërheqjen e padisë. Nasilstvo të ne iskorneto, nasilstvo të treba të počne od negde pomalinoze. Dhuna duhet të fillojë të çrënjoset që në moshë të vogël. Megjithatë, si institucion, tani jam më e kënaqur dhe e dim se jemi vërtet më të përgatitur dhe veprojmë më mirë. Pse? Sepse kemi prokurorë të rinj me të cilët bashkëpunojmë shkëlqyeshëm. Me qendrën gjithashtu kemi një bashkëpunim të mirë. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, kemi edhe strehimore. Më parë, kur bëj fjalë për dhunë fizike, kjo ishte sipas Nenit 130, paragrafi 2 i Kodit Penal, i cili procedohej me propozim. Dhe çfarë në shkaktonte ai propozim mund të tërhiqej nga ndjekja në çdo moment të procedurës. Tani me ndryshimet e fundit nuk e heq dot, por dhunuesi ndiqet automatikisht.
Prokuroria publike Aleksandra Damjanovska tha se në rastet e dhunës në familje, institucionet si prokuroria, policia dhe qendra për punë sociale bashkëpunojnë për të mbledhur prova, për të mbrojtur viktimën dhe për të parandaluar viktimizimin e saj të dytë. Ajo theksoi se procedura përfshin hetime, ekspertiza dhe masa sigurie si paraburgimi kur është e nevojshme deri në ngritjen e aktakuzës dhe gjykimin. До сега, значи, главен проблем по мене во однос на семејните насилства беше... Më parë, shumë raste vareshin nga dëshira e viktimës për ndjekje penale, gjë që shpesh çonte në tërheqje për shkak të varësisë ekonomike apo familjare. Me ndryshimet e fundit ligjore, dhuna në familje ndiqet sipas detyrës zyrtare, që do të thotë se procedura vazhdon edhe pa pëlqimin e viktimës nëse ka prova të mjaftueshme. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit Zëri i Shpresës, i mbështetur nga UNFPA dhe Ambasada Britanike me qëllim fuqizimin e zërit të mbijetuarave dhe parandalimin e dhunës në familje. Ndërkaq sonte, në orën 19 në Qendrën për Kulturë në Gostivar do të hapet edhe një ekspozit me fotografi që pasqyron rrëfime të trishta të viktimave të dhunës me qëllim ndërgjegjësimin dhe rritjen e solidaritetit shoqëror.